Pritjet i kemi që dalim fitimtar, realisht dhe mesazhi jonë është për klubin e Dullgaxhinit që të bëjmë maksimumin edhe shpresoj dhe uroj që dalim triumfues, pa duke llogarit se me çfarë ekipesh kemi kundërshtar, po mbi gjitha jemi në vendin tonë, jemi plus në këtë aspekt, po mendoj që kemi treguar me sukses më mirë se sa kemi qenë në Lloganë të llogarit nivelin e kualitetit sportiv që ka Llogana me Dullgaxhinin, po mbi gjitha shpirti jonë luftarak është ai që deri në minutat e fundit duhet na bëjë që ta dalim triumfues. Tash me qenë se kemi kaluar në arenën ndërkombëtare, çdo lojë, çdo aktivitet i fituar i sportit ton është plus edhe në aspektin financiar, në përkrahje normale të sportistave, edhe të futbollit që rrjedh për një qytet të vogël siç është Klina. Po mbetet me u pa.